Në vitin 2024, një familje shqiptare shpenzoi mesatarisht 93.000 lek në muaj, por vetëm 288 lek për sigurimin financiar të pronës. Kjo përbën më pak se 0.3% të shpenzimeve mujore në një kohë kur rreziqet nga zjarret, tërmetet, përmbytjet dhe rreshitjet e dheut janë në rritje. Në 6 muajt e parë të vitit 2026, dëmet në pronë u rriten me 84.18%, krahasuar me një vit më parë, duke reflektuar si shtimin e ngjarjeve ashtu edhe rritjen e dëmshpërblimeve. Sistemi Evropian për monitorimin e zjarreve në pyje e rendit Shqipërinë në zonat me rrezik mesatar deri të lartë, ndërsa zjarret në banesa, biznese dhe sipërfaqe natyrore raportohen pothuajse çdo ditë. Shqipëria renditet gjithashtu ndër vendet europiane më të rrezikuara nga tërmetet. Rreth 1/5 e territorit, kryesisht ulëtësira perëndimore, përballet me rrezik të vazhdueshëm përmbytjesh, ndërsa 2/5 klasifikohen me rrezik mesatarisht të lartë ose të lartë nga rreshitjet e dheut. Pavarësisht këtyre të dhënave, sigurimi i pronës mbetet në nivele të ulta. Kompani si Sigal ofrojnë mbulim të specializuar ndaj këtyre rreziqeve, duke mundësuar rikthimin më të shpejtë në normalitet përmes dëmshpërblimit. Më shumë se 1 në çdo 3 dëmshpërblime të paguara nga industria e sigurimeve për dëmet në pronë gjatë 6 mujorit të parë për vitin 2026 u mbulua nga Sigal Insurance Group. Përballë rreziqeve reale, sigurimi i pronës mbetet një nga mënyrat më të sigurta për të mbrojtur financiarisht familjet dhe bizneset.